Sfida që kam sot nga Grano Tenero është që të ha këto 4 pica për 15 minuta dhe fitoj 100 euro. Sfidën e kam te Grano Tenero, i cili vjen me një koncept të ri, me një menu fantastike. Picat që unë zgjodha janë Ciao Bella, Diavola, Capricciosa dhe prosciutto kërpull. Nisim kohën, po nis me Capricciosën. Kanë kaluar pothuajse 5 minuta dhe mbarova picën e parë. Vazhdojmë me picën e dytë. Pica e dytë është prosciutto kërpull, edhe këtu po provoj këtë metodën që i bashkoj disa copa bashkë. Shumë mirë. Edhe 9 minuta. Po mbaroj dhe dytën, ka fata fundit. Tani që mora dhe pijen, jam gati për picën e tretë. Kjo është Ciao Bella, është pica më e veçantë e Grano Tenero. Duhet keni parasysh që të gjitha picat këtu bëhen me produkte cilësore italiane. Më vjen shumë keq ta prish sepse është shumë e bukur, po jam në kufi të kohës. Më ngeli pa provuar vetëm Diavola, nuk i fitova dot lekët, ama shijova këtë super pica nga Grano Tenero që është vetëm 1 minutë larg pazarit të ri. Ti për sa minuta mendon se do arrije t'i mbaroje 4 pica? Ma shkruaj në koment.